Nije slučajno što je Albin Kurti izabrao Kosovsku Mitrovicu za početak kampanje. Lista serbe ka nisur sot fushatën zgjedhore në palestrën sportive në Mitrovicën e Veriut. Në këtë organizim të pranishmëve ju foli kryetari i ri i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, i cili përmendi kryetarin e lëvizjes vetëvendosja dhe kryeministrin e detyrë Albin Kurti, që sot pasdite do të jetë në Mitrovicë. Nije slučajno što je Albin Kurti izabrao Kosovsku Mitrovicu za početak kampanje. Danas smo mi u ovoj kali, popodne će on opet biti tu u Mitrovici. Svestan je on, a svesni smo i mi, da je Kosovska Mitrovica kičma srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Svestan je da ako slomi tu kičmu, slomio je otpor Srba na Kosovu i Metohiji. Zato sada, još jednom, gore zastave, gore glave, svi zajedno, složno, da pošaljemo sliku. Të martën, me datë 16 dhjetor 2025, disa qytetarë serb kishin tentuar të hynë në hapësirat e kësaj palestreje dhe të largonin karrige cilat ishin me ngjyrat që simbolizojnë qytetin e Mitrovicës. Kjo gjë nuk u lejuan nga policia në këtë qytet, me çras e ndaluan një veprimtari të tillë. Karriga qëndruan ashtu pra me ngjyra gjelbër e bardhë, ndërkaq nuk u lejua që të zëvendësoheshin me ngjyrat e flamurit të Serbisë, kaltër, kuq dhe bardhë. Aktivistima Srpske liste, devojkama i momcima koji se nisu uplašili i napravili ovaj veličanstveni ambijent sa stotinama srpskih zastava, nisu ustupili ni milimetar.